Ndërkohë që jo vetëm mund të ketë, po ka njerëz kështu që mendojnë që politika është diçka që ja vlen përtej gjithë pasakrës që i bëhet, sepse kjo është e vërteta. Është vërteta, ne kemi folur për këtë. Njerëzit pa tru, njerëzit pa edukat, njerëzit pa kulturë, njerëzit pa informacion, nga një anë. Nga tjetër njerëz të mirë, njerëz të ditur, njerëz të informuar, bashkohen shpesh në një pikë ku gjen njëri tjetrin në fjalën që politika është diçka e pistë, nuk ja vlen. S'duhet merresh me politikë. Dhe harrojnë që në fakt pa politikën shoqëria gjendet në një situatë barbarie, sepse politika vërtet ka fuqinë për i keq, politika vërtet ka bërë gjëra të tmerrshme. Politika ka pjell në formën e vetë të prekshme nazizmin, fashizmin, komunizmin. Por politika ka bërë edhe mrekullia, politika ka bërë Bashkimin Evropian, politika ka bërë Shtetet e Bashkuara, politika ka bërë të mundur që të përparojnë të drejtat e njeriut, të përparojnë të drejtat e grave, të ndërtohen sistemet e mbrojtjes sociale, të ndërtohen sistemet e shërbimit publik shëndetësor etj. Pa politikën këto nuk do ndodhin. Dhe për sa kohë ka të rinj që e ndjejnë këtë dhe e kuptojnë këtë, po dhe kur nuk e kuptojnë plotësisht, e ndjejnë dhe kanë tërheqjen e politikës, ku patjetër ka dhe plot që kanë tërheqjen e pushtetit, nxitjen e ambicjes për të qenë dikushi normale, dhe kjo apo kanë dhe interesin imediat që nëpërmjet politikës mund të arrish diçka konkrete të shpejt. Atëherë në të gjitha rastet ka shpresë. Pa shpresë fare do të ishte sikur vërtet të rinë ta braktisim plotësisht totalisht politikën.